regjia pa vonesë në pamje, ky ka qenë akordi i parë, nëse nuk gaboj me subjekte politike në thojza për që kështu shqiptare. Po. Edhe a besojnë se kjo do sjell efektin pozitiv, zoti Abrash? Padyshim që po. Zoti Krasniqi është një figurë shumë e respektuar në Prizren. Vjen nga një familje me vlera të larta patriotike dhe kombëtare. Është djali i veprimtarit të çështjes kombëtare të Ndjerit Naim Krasniqit, që shquhet për veprimtarinë e tij në Prizren, dhe se pranimi i bashkëpunimit mes atij mua më ka nderuar shumë. Edhe aleancës në përgjithësi, edhe është një kapitull i ri në marrëdhënien ndërmjet dy subjekteve tona, sepse nuk është se kemi pasur ndonjë bashkëpunim më herët. Kjo është hera e parë që është hedhur një hap drejt një bashkëpunimi që unë besoj do të jetë afatgjat. Kemi gjetë një gjuhë shumë të mirë komunikimit dhe jam i bindur që kjo do të prodhojë edhe rezultate. Ne ta nisim me zotin Gashi, se Gashi ka Prizrenin më afër se gjithë ne, përpozit të Abrashi.